a duhet më falë prej fillimit, nëse e thu një shkrojnë keq, për shembull në ettehiyatu, e ka fjalën po besoj, e ke nis namazin edhe tash në namaz ka ndodhur që një shkrojnë e ke thonë gabim në një prej lutjeve të namazit, qoftë Fatihan, qoftë sure, qoftë ettehiyatin, jo, nuk ka nevojë. Nëse merr vesh që ke gabu, vetëm çat fjalë për mirësim e kthem. Nëse nuk e merr vesh, Allahu është fals, Allahu është i mëshirshëm. Me qëllim me ndru një fjalë, atëherë bën mëkat. Bën mëkat. Se s'bën me ndru me qëllim. Nëse ndodh të rrshet goja, apo e ke mësu gabim, kurdo që mëson tamam e merr vesh që je kon të thon gabim, Allahu është fals, nuk ki nevojë me përsërit as me kthy. Pra, elhamdulillah, në dinin ton çdo sen është i lehtë. Përderisa nuk ka prapavija negative, nuk ka qëllime të këqija njeriu mes ti dhe krijuesit vetë Allahut xhalla shanuhu.